Mbetjet mortore të më shumë se 400 viktimave të masakrës së Srebrenicës do t'i varrosën të njëjtën. 10 mijëra njerëz pritet të marrin pjesë në ceremoninë mortore që ngjan në përvjetorin e 18 të masakrës së vitit 1995, ku vran masovisht mbi 8.000 musliman bosnjak, burra dhe fëmijë nga forcat serbe të Bosnjës. Mbetjet e 5.657 viktimave të identifikuara përmes testit të ADN-s pushojnë në qendrën memoriale Potoçari që kur ka nisur varrosja në këtë vend. Përfaqësuesja e lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton ka shpreh respekt për viktimat e masakrës së Srebrenicës 18 vjet pas gjenocidit të kryer atje. Asnjë fjalë nuk mund ta përshkruajë dhimbjen që ndjen një nën apo bab kur varros fëmijën e vet, dhe asnjë fjalë nuk mund të ngushëllojë mendjen e familjeve të viktimave. Megjithatë, ajo çfarë mund të bëjmë ne është që të tregojmë respekt për këto humbje, të refuzojmë mohimin e gjenocidit dhe si masë konkrete të mbështesim drejtësinë, ka theksuar Ashton. Gjatë muajit prill të këtij viti, në një intervistë për televizionin bosnjak, presidenti serb Tomislav Nikolić ka kërkuar falje për të gjithë krimet e kryera nga serbët gjatë shpërbërjes së Jugosllavisë përfshirë Srebrenicën. Mirpo ai ka refuzuar që quaj krimet në Srebrenici gjenocid, ashtu siç i ka njohur ato rrethana lufte prokuroria e gjykatës së Hagës, e cila dje ka zbehur deklaratën e tij në opinionin vendor dhe ndërkombëtar.